Altin Meçaj, banor I fshatit Vjos në njësinë administrative Cakran, emigrant në Gjermani, ka dalë në një deklarat për mediat përpara prokurorisë në Fier, lidhur me ngjarjen e ndodhur rreth 6 muaj më parë, kur ai dhe babai I tij Ylli pretendojnë se u dhunuan në banesën e tyre nga disa persona, mes tyre një policie operacionales në DVP Fier. Meçaj deklaroi se sipas tij prokuroria ende nuk e ka thirrur për të dhënë dëshminë dhe provat e reja që pretendon se disponon mbi çështjen. Ai shtoi gjithashtu se personi që sipas tij është I përfshirë në ngjarje është rikthyer në radhët e policisë së shtetit. Unë jam dhunuar në banesën time, brenda në banesë, nga unë dhe baba im nga një efektiv policie I quajtur Fredi Astrid Lamaj. Dhe e kam denoncuar në polici, edhe pas nesër kjo bën 6 muaj dhe nuk shikoj asnjë lloj lëvizje, nuk është marrë asnjë lloj mase, edhe një masë që është marrë paraprakisht ditët që unë kam qenë në spital, që ai është pezulluar disa ditë nga puna, është rikthyer. Dhe nuk e kuptoj se si është rikthyer, po e kanë rikthyer, nuk e di. Gjithsesi, unë kam dhënë një deklarat kur isha në spital. Edhe nuk më kanë thirrur me këtu, unë kam fakte të reja në këtë drejtim. Për arsye se mua më kanë ardhur në spital dhe më kanë kërcënuar që të tërheq denoncimin ose do më bëjnë mua denoncim. Edhe që unë edhe ky që I ka bërë është xhaxhai këtij djalit, Fredi Lamaj, quhet shkëlqim Lamaj. Edhe një mesazh tjetër po nga xhaxhai këtij djalit Aranit Lamaj, që është në Gjermani, edhe ky person ka dërguar mesazh që unë të tërhiqem, e kupton? Unë kërkoj nga prokuroria se jam interesuar që të më marrin në pyetje edhe një herë. Tu jap faktet që kam dhe të di edhe unë se ku është kjo çështje. Në deklaratën e tij ai bëri dhe një krahasim me ngjarje të rënda të së kaluarës, duke përmendur rastin e ndodhur në Libofsh në vitin 92. Sipas tij mosveprimi I institucioneve mund të sjellë pasoja të rënda, ndaj u bëri thirrje organeve të drejtësisë të ndërhyjnë sa më shpejt dhe të zbardhin ngjarjen. Një ngjarje që mos përsëritet më kurrë për arsye se të hysh tjetrit në shtëpi është diçka shumë e rëndë. Kjo ka ndodhur në Libofsh në 92-shin, edhe ata zotërin përfunduan litar mes Fierit. Unë këtë kërkesë kisha, nuk e di se sa se të them të vërtetë po ndihem I zhgënjyer. Kam ardhur 2 herë, kam bërë kërkesë me shkrim dhe s'kam marrë asnjë lloj përgjigje. Deri në këtë moment nuk ka një reagim zyrtar nga prokuroria apo policia e shtetit lidhur me pretendimet e ngritura nga Altin Meçaj. I pyetur kryeprokurori I Fierit Helion Mustafaj ka pohuar se çështja është nën hetim dhe po shikohet me përparësi.